Qa vëndi po jetojmë o njerëz? Qa maskarin për na qeverisin? E dëgjuat ministri i shëndetësisë ku tha që në QSU pas datës 20 nuk bën analizat. Shëndeti është bërë një datë në kalendar në Shqipëri, ku sëmundja do të presi buxhetin e radhës, sepse shëndetësia nuk ka buxhet nga shteti. Shqiptarët do t'i luten Zotit që mos të sëmuren pas datës 20, sepse nuk bën dot analizat. Ministri i shëndetësisë flet dhe thot sikur të ishte diçka normale kjo, një tragjedi kombëtare o njerëz. Nuk kanë lek, nuk ka buxhet shteti për shëndetësinë. Ndërkohë këta vjedhin zhvasin Shqipërinë dhe shqiptarët çdo ditë më tepër, por për shëndetësinë nuk ka lek. Shëndetësia është bërë një luks. Kush ka lek vizitohet dhe kush nuk ka lek vdes. Vdes. Dhe shqiptarët do t'i luten Zotit që mos sëmuren pas datës 20. Por edhe në Afrikë po të shkoni. Në Afrikë po të shkoni. Analizat bën. Nuk ka një datë në kalendar. Nuk ka limit datash. Në Afrikë, shkoni në Afrikë dhe analizat bën. Hajde në Shqipëri keni një datë në kalendar të cilën nuk mund të bëhen dot analizat. Imagjino çfarë po bëhet apo një çmenduri e vërtet që po ndodh në Shqipëri. Ku qeverisin nga disa maskarënj, të cilët nuk kanë të ngopur, që po vjedhin të zhvasin këtë vend dhe këtë popull çdo ditë më tepër. Dhe nuk kanë lek për shëndetësinë, sepse janë kthyer të bagëzitur, janë të pangopur dhe pa pikë turpi. Ministri i shëndetësisë del dhe thotë që nuk mund të bën analizat sepse ka mungesë fondesh. Ku shkojnë lekët? Kush po i vjedh të lek? Këta maskarënj që nuk kanë të ngopur. Dhe populli i varfër rropatet nga mëngjes deri në darkë dhe nuk arrin dot fund muajit dhe nuk bën dot një shërbim bazë që janë analizat në Shqipëri. Dhe Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian 2030. Imagjino çfarë po bëhet apo jo njerëz. Kjo sot do ndodhi në Bashkimin Evropian. Do ishte ngritur popullin kem. Në Shqipëri e thon dhe bëhet diçka normale. Është bërë diçka normale. Ku ministri i shëndetësisë thot diçka e cila vendos në rrezik mira pacient. Por çuditëra në Shqipëri nuk i ngjan njëra tjetrës. Jemi vend i çuditërave.